Nëse çmimi i ofruar në periudhën e ardhshme në tenderin e EVN-s do të jetë i njëjtë si ky aktual, nuk duhet të presim rritje të çmimit të energjisë elektrike, deklaroi kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik Marko Bislimovski. Ai tha se deri më 30 qershor janë të siguruara sasitë e energjisë elektrike. Noviot zakon za energetik. Në periudhën e ardhshme, EVN Home do të shpall tender, nëse çmimi i cili do të ofrohet në atë tender do të jetë i njëjtë si ky tani ose do të jetë afërsisht i njëjtë, nuk shoh asnjë arsye për ndryshim të çmimit të energjisë elektrike. Bislimovski njoftoi se sipas ligjit të ri për energjetik, të gjithë bartësit e licencave për veprimtari energjetike, brenda një muaji, nga data 29 maj deri më 30 qershor, duhet të paraqesin kërkesë për licencë të re tek Komisioni Rregullator për Energjetik. Ai thotë se kjo vlen edhe për bartësit e licencave për punë testuese. Nëse bartësit e licencave nuk i paraqesin kërkesat, licencat e tyre do të ndërpriten. Ne do t'i njoftojmë ata edhe përmes sistemit ton të monitorimit në të gjitha email adresat që na kanë dhënë dhe pres që të gjithë t'i përmbushin këto detyrime. Komisioni Rregullator i Energjetikës kryen inspektime të rregullta të të gjitha kompanive të licencuara. Në të kaluarën, komisioni ndryshonte licencat pasi miratonte një ligj të ri për energjetik sipas detyrës zyrtare, por tani, duke pasur parasysh se ka një numër më të madh licencash, ata i paraqesin vetë kërkesat. Bislimovski bëri të ditur se aktualisht janë lëshuar 8.800 licenca për aktivitete energjetike dhe rreth 150 për veprimtari testuese.